Në një postim të mërkurën në Truth Social, presidenti Donald Trump ka akuzuar Meksikën se ka vjedhur ujin që i takon Teksasit, sipas traktatit të ujit të vitit 1944, duke i detyruar fermerët e Teksasit të vuajnë pasojat e mungesës së ujit për bujqësinë. Trump tha se Meksika i detyrohet Teksasit 1.6 trilion litra ujë dhe ka theksuar se ky veprim i Meksikës po dëmton rënd ekonominë dhe fermerët tegjan. Ai ka paralajmëruar se administrata amerikane do të vazhdojë të përshkallëzojë veprimet kundër Meksikës, duke përfshirë vendosjen e tarifave dhe sanksioneve të mundshme. Presidenti theksoi se vitin e kaluar, një mullir sheqeri në Teksas mbylli dyert për shkak të mungesës së ujit, një situatë që ai e lidh drejt për drejt me veprimet e Meksikës. Trump ka folur gjithashtu për angazhimin e senatorit Ted Cruz për të marrë mbrapsht ujin, duke kritikuar presidentin Biden për pasivitetin e tij në këtë çështje. Ne do të sigurohemi që Meksika të respektojë traktatin dhe të ndalojë dëmimin e fermerëve të Teksasit, ka thënë Trump. Nga ana e Meksikës, presidentja Claudia Sheinbaum ka reaguar duke theksuar se vendi është në përputhje me traktatin, përkundër kushteve të vështira të thatësirës që kanë përballuar. Sipas Sheinbaum, Meksika ka qenë e kujdesshme që të dërgojë ujin në SBA, në përputhje me mundësitë që ka ofruar rezerva e ujit. Kjo përplasje ka nxitur shqetësime për një përkeqësim të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe mundësinë e një përshkallëzimi të mëtejshëm të tensioneve tregtare dhe diplomatike.